Ernest Muçi po bën emër me formën që po tregonte Trabzonspori duke dhuruar lojë cilësore, por edhe gola dhe asiste me klubin ku u huazuan nga Beshiktashi. Sipas burimeve të gazetës turke Sabah, në klub tani kanë të gjithë idetë e qarta se si do të veprojnë në vijim me futbollistin shqiptar. Fillimisht bëhet e ditur se aktivizimi i klauzolës për blerjen e tij për 8.5 milionë euro është i sigurt, sido që të shkojnë gjërat deri në fund të sezonit. Paraqitjet e Muçit e kanë justifikuar këtë, por sikur të mos mjaftonte kjo, ka një bonus që shtyn klubin të mbyllë sa më shpejt diskutimet me Beshiktashi në këtë drejtim. Muçi raportohet se ka zgjuar interesin e shumë klubeve në Europë që po dërgojnë scout ta shohin dhe Trabzonspori synon që të përdorë të njëjtën strategji si me Alexander Sorloth. Sulmuesi i Norvegjisë, aktualisht pjesë e Atletico Madrid, u huazua në vitin 2019 me të drejtë blerje nga Crystal Palace dhe fal paraqitjeve në Turqi zgjoi interesin e Leipzigut. Kështu Trabzonspori aktivizoi klauzolën për ta blerë për 10 milionë euro, ndërsa e shiti me 20 milionë euro, duke nxjerrë një fitim kolosal brenda vetëm një viti. E njëjta gjë pritet të ndodhë me Muçin, nëse vjen një ofertë e rëndësishme që mund të përmirësojë situatën financiare të klubit, siç ndodhi me Sorloth. Paraqitjet e Ernest Muçit me fanellën e Trabzonsporit po bëjnë bujë jo vetëm në Turqi. Futbollisti i huazuar nga Beshiktashi duket se ka siguruar transferimin përfundimtar në ver te ky klub fal paraqitjeve që ka dhuruar deri tani, por qëndrimi i tij te Trabzonspori nuk është edhe aq i sigurt. Kjo pasi klube nga kampionate më të rëndësishme po ndjekin me vëmendje futbollistin e kombëtares shqiptare. Sipas informacioneve nga Turqia, janë 2 klube angleze të cilat kanë shfaqur interesin e tyre për futbollistin, ndaj për këtë arsye do të dërgojnë scout për ta ndjekur në ndeshjen e kësaj fundjavë në kampionat ndaj Fenerbahçes. Kjo është një sfidë direkte për renditje në kampionatin turk, ndaj paraqitja Muçit në një duel të tillë padyshim do të marrë më shumë rëndësi. Pak kohë më parë, presidenti i Trabzonsporit deklaroi se klubi kishte marrë oferta të rëndësishme për lojtar që kishte në huazim dhe sipas mediave turke i referoi pikërisht Muçit. Ernest Muçi po kalon periudhën më të mirë të karrierës në radhat e Trabzonsporit, por me fatin e tij që ndryshoi në mënyrë drastike në futbollin turk vetëm 2 muajt e fundit. Ai kishte kaluar në radhat e Trabzonsporit në huazim nga Beshiktashi, por në javët e para nuk kishte shfaqur nivelin që kërkohej prej sulmuesit shqiptar, duke përfunduar dhe në stolin e rezervave me vazhdimsi. Gjithçka ndryshoi me ndeshjen e famshme të 24 nëntorit ndaj Başakşehirit, ku ai nisi nga stoli për të shënuar në fund 2 gola që i dhanë suksesin 4-3 ekipit të tij, që nga ai moment Muçi ishte thuajse i pandalshëm dhe nisi të shënonte me një rregullsi të admirueshme në kampionat dhe kup, duke quar bilancin brenda 2 muajsh e gjysmë në 12 gola e 4 asist. Sipas Taka Gazet, kjo ka bërë që të ndryshojë plotësisht perceptimin e klub për futbollistin shqiptar, pasi deri në ato momentet e Trabzonspori po mendonin largimin e tij në janar, duke e parë si një element që nuk po ndihmonte skuadrën. Megjithatë, tani të gjithë në klub janë të bindur të aftësitë e Muçit dhe drejtuesit e skuadrës pritet të aktivizojnë klauzolën për blerjen e kartonit të tij nga Beshiktashi. Ernest Muçi po kalon formën më të mirë të karrierës me paraqitje mbreslënse me fanellën e Trabzonsporit, duke kaluar emra të mëdhenj që luajnë në kampionatin e këtij vendi. Rezulton se Muçi ka shënuar 9 gola në 9 ndeshjet e fundit në kampionat, një shifër e pakrahasueshme me asnjë lojtar tjetër në këtë periudhë, ndërsa ka statistika të tjera që e bëjnë më të veçantë paraqitjen e tij. Ndër 9 gola të shënuar, vetëm 1 i përket pjesës së parë të ndeshjeve, ndërsa në 8 të shënuar në pjesën e dytë, 5 kanë ardhur në 15 minutat e fundit. Pjesa më e madhe e tyre kanë qenë gola vendimtar, pasi fal këtyre 5 golave të shënuar në limite, Muçi ka siguruar skuadrës fitore të rëndësishme. Vetëm 2 lojtarë në kampionatin turk kanë qenë kaq rezultativ në 15 minutat e fundit, Muçi dhe Mauro Icardi, ylli i Argentinas i Galatasarayt, por ndryshe nga sulmuesi shqiptar, Icardi nuk ka qenë kaq vendimtar në fatin e ndeshjes, teksa nuk i afrohet as statistikës së Muçit, që 3 nga golat e tij i ka shënuar në kohën shtesë të takimit. Paraqitja e Ernest Muçit në ndeshjen ndaj Samsunsporit ka sjellë vlerësime të shumta për futbollistin e kombëtares shqiptare. Ai dha asist, ishte protagonist e goli i dytë dhe në fund fitoi dhe shënoi penalltin për rezultatin 3-0 të ndeshjes. Ndaj edhe ish futbollisti i njohur turk Erman Ozgur,
Në komentet e tij pas sfidës në një studio televizive nuk ka kursyer elogjet për lojtarin. Tashmë në rolin e opinionistit, ish futbollisti i cili në karrierë ka veshur edhe fanellën e Trabzonsporit, ka theksuar se Muçi është ai që bën diferencën dhe mund të sjellë sukses këtij klubi edhe në aspektin ekonomik. Ne kemi parë një recital të mirë fill të Muçit. Për shembull, nëse Trabzonspor do të blinte Muçin nga Beşiktashi këtë sezon dhe ta shiste atë për 20-25 milion euro, unë nuk do të çuditesha as pak nëse gjërat vijojnë kështu. E kam fjalën, a nuk vlen aq ky lojtar? Me qëra fjala, sa është shifra klauzolës? 7 milion? Duhet të jetë diçka e tillë. Beşiktashi e bleu për 11 milion, ishte transferimi më i shtrenjtë në historinë e tyre kur mbërriti. Tani nëse Trabzonspori e blen për 8 milion dhe e shet për 20, unë nuk do të çuditesha pasi ai ka bërë një diferencë të pabesueshme, tha ish futbollisti duke treguar se Muçi vlen më shumë se sa vlera aktuale e kartonit të tij. Për shembull, edhe nëse thuhet se ai nuk bën shumë gjëra, ai ka dribluar kundërshtar, është munduar të imposhtë në 1-1, ka dhënë asist fantastik, pasime kyçe të shkëlqyera, ka tentuar goditje, ai e shkaktoi dhe e shënoi penalltin, gjë që i jep një shans që të shkojë në Kupën e Botës me Shqipërinë. Përpara se të niste emisioni, po diskutonim dhe u tha se Onuachu ishte ylli i ndeshjes, sepse shënoi 2 gola. Unë thash jo, ishte Muçi. Po, Onuachu është një sulmues special, e bëri punën. Një nga golat që ai shënoi ishte me asist nga Muçi, një tjetër u kthye nga vari. Mund të ishte një asist tjetër për Muçin. Ndaj ne kemi parë një recital të Muçit. Në opinionin tim Muçi ishte ylli i ndeshjes. Nëse Trabzonspori po kthehet nga një ndeshje e vështirë jashtë fushën dhe Samsunspori fitoi 3-0, mendoj se është kryesisht merit e Muçit, tha ish futbollisti i njohur turk. Dietmar Bica, i ftuar në studion e Megasport në A2 CNN, deklaroi se pavarësisht shpërthimit që ka pasur te Trabzonspori, Ernest Muçi nuk do të luajë si titullar me kombëtare në ndeshjen e play-offit të botrorit ndaj Polonisë. Muçi është lojtar klasi, është fantastik, kam parë që ka bërë një hap galopante dhe në lojën pa top në pjesën e fizikut. Muçi i Trabzonsporit është komplet tjetër gjë nga Muçi më parshëm, për këtë të jeni të sigurt, tha Bicaj. Ai shtoi. Por, po ju them diçka, mbajeni shënim këtë nga unë. Trajnerët janë pak të çuditshëm, nuk ndryshojnë gjë. Unë e di saktë se Silvinho nuk ka për të ndryshuar asgjë në formacion. Brojën e keni nga krahu i djathtë, të gjithë të tjerët siç jemi mësuar, e vetmja dilemë në kokën e Silvinhos do të jetë Arber Hoxha apo Myrto Uzuni nga krahu i majt. Kjo do të jetë dilema e madhe e tij pas asaj ndeshje me Serbinë. Muçi i jap vetëm 15% shans të luajë titullar kundër Polonisë, tha Bicaj. Ernest Muçi po kalon një sezon të jashtëzakonshëm te Trabzonspori, nga 24 nëntori është kryefjalë e klubit turk, në më pak se 3 muaj janë 12 gola dhe 5 asist të regjistruar si asnjëherë tjetër në karrierën e tij. Muçi ndërkohë është në ndjekje të rekordit të tij personal sa u përket golave në një sezon, ishte edicioni 2019-2020 kur u shfaq si ylli i ri i superiores, me Tiranën ja doli të shënojë 12 gola ku 7 i përkisnin kampionatit dhe 5 të tjerë Kupës së Shqipërisë. Tashmë është pranë thyerjes së këtij rekordi, ndërsa të gjithë gjasat janë që të ndodh shumë shpejt. Muçi numëron 9 gola në kampionat dhe 3 të tjerë në Kupën e Turqisë me Trabzonsporin. 24 vjeçari po kalon kështu sezonin më të mirë në karrierë, edhe pse vetëm i huazuar. Te Trabzonspori shikohet si basti i fituar i trajnerit Fatih Tekke. Ernest Muçi është padyshim një nga protagonistët kryesorë të futbollit turk në këtë sezon, ku me fanellën e Trabzonsporit po dhuron paraqitje mbreslënse dhe po jep një kontribut të jashtëzakonshëm në fazën sulmuese të skuadrës së tij. Në fitoren 3-0 ndaj Samsunsporit ai kishte në të 3 golat e shënuar, duke dhënë asist e i pari, duke nisur aksionin e të dytit dhe duke realizuar vetë të tretin. Ai u ngjit në kuotën e 9 golave në kampionat, duke lënë mbrapa emra si Osimhen, Sane apo Abraham, duke u renditur në vendin e 5 të klasifikimit të gola shënuesve më të mirë të kampionatit turk, përkrah Asensios dhe me Icardin, i cili ka shënuar vetëm 1 gol më shumë.
Ajo që e bën më mbreslën në sezonin e Muçit është se duke llogaritur dhe ndeshjet e kupës, në 22 takime në këtë sezon ai ka thyer rekordet e vendosura në 61 të tilla me fanellën e Beşiktaşit. Te skuadra Stambollit Muçi kishte realizuar 11 gola dhe kishte dhënë 3 asist, ndërsa me paraqitjen e sotme ai shkoi në shifrën e 12 golave e 4 asisteve me fanellën e Trabzonsporit. Ernest Muçi është i huazuar nga Beşiktaşi te Trabzonspori për 1 milion euro. Kartoni i tij pritet të blihet në fund nga klubi i Trabzonit ku Muçi po shkëlqen. Presidenti i Trabzonsporit Ertugrul Dogan ka zbuluar disa detaje të reja përsa i përket pagesave. Rreth 8 milion euro nuk do të paguhen menjëherë, por kosti i parë do të kalojë në arkën e Beşiktaşit në muajin korrik. Gjithçka pasi trajneri Fatih Tekke të bindë drejtuesit me raportin e tij. Kur Trabzonspor dëshiron të përdor opsionin për Muçin, mund ta përfshijë lojtarin në skuadër duke paguar kostin e parë të parashikuar në kontratë prej 1.5 deri në 2 milion euro në fund të muajit korrik, u shpreh fillimisht presidenti i Trabzonsporit. Nëse trajneri ynë kërkon që opsioni të përdoret në fund të sezonit, gjë që nga pamja jashtme duket se do të ndodhë, procesi do të ecë plotësisht në përputhje me vlerësimin teknik, tha më pas Dogan. Do të jetë pagesa e parë në fundin e muajit korrik që do t'i hapë rrugë kështu kalimit përfundimtar të Muçit te Trabzonspori dhe duket se klubi turk nuk po nxitohet. Ernest Muçi është kthyer në protagonistin kryesor të klubit të Trabzonsporit në muajt e fundit duke shënuar gola të bukur dhe padyshim të rëndësishëm për ecurinë në kampionat dhe në kupë. Dia i shënoi gol dhe dha asist në fitoren 3-0 të Beşiktaşit ndaj Fethiyesporit në kupë. Goli i tij me një goditje të befasishme në hyrje të zonës bëri xhiron e rrjetit, ndaj sigurisht pas ndeshjes ai u ndal nga gazetarët për të pyetur se cila ishte arsyeja pse ai po kalonte një formë që nuk ishte parë në të kaluarën në klubet e mëparshme. Jam shumë i lumtur që fituam, jam i lumtur dhe me paraqitjen time. Ndihesh mirë kur gjërat shkojnë mirë për skuadrën dhe për mua. Besimi i trajnerit dhe skuadrës tek unë luajti një rol shumë të rëndësishëm në performancën time, ishin fjalët e Muçit pas ndeshjes, duke lënë të kuptohet se qetësia te Trabzonspori e kishte shtyrë të jepte më të mirën. Ernest Muçi ka shënuar super golin e radhës me Trabzonsporin. Futbollisti kombëtarës zhbllokoi ndeshjen në minutën e 69, ndërsa përballë ishte Fethiyespor. Sfida ishte e vlefshme për raundin e tretë të Kupës së Turqisë. Goditja e Muçit përshëndeti rrjetën ndërsa portieri rival mbeti pa lëvizur. Jo vetëm kaq, pasi në minutën e 79 ishte Muçi që asistoi golin e tretë për Trabzonsporin duke mbyllur llogaritë e sfidës. Mesfushori me tipare sulmuese është golshënuesi kryesor për klubin turk në këtë sezon. Në kupë numëron 3 gola dhe 2 asist për 4 ndeshje. Sa i përket kampionatit, është autori 8 golave, shifra këto të frikshme ndërsa qëndron i huazuar nga Beşiktaşi. Muçi duket edhe se mbetet lojtari që i mungon kombëtares shqiptare. Trajneri Silvinho preferoi të mos e ftonte për ndeshjet e fundit, ndërsa në vitin 2025 mori minuta vetëm ndaj Letonisë si zëvendësues.